Bazuar në hulumtimin një vjeçar të përmbajtjes së programeve dhe teksteve shkollore, shoqata akademike, Akademia Shqiptare ka evidentuar mungesën e reformimit sistematik, përmbajtjen e vjetëruar, qasjen etnocentrike dhe elemente diskriminuese tek librat për nxënësit shqiptar. Njëri nga hulumtuesit e kësaj shoqate, Hasan Jashari, thekson se dështimi i qeverisë për reforma substanciale i kombinuar me pasivitetin kritik të universiteteve ka prodhuar pasoja serioze në cilësinë e arsimit dhe në respektimin e parimeve kushtetuese të barazisë. Sipas tij, librat e fillim viteve 2000 janë të mërzitshëm për gjeneratën Z. Librat edhe programet shkollore janë zbrit nga platformat e Ministrisë së Arsimit. Librat po ashtu janë mbledhur edhe nga shkollat dhe kemi ardhur në përfundime se librat dhe programet shkollore, shumica prej tyre janë të viteve 2001, 2003, 2005, 2015 me plotësime të caktuara të disa programe dhe libra të cilat janë të vitit 2021, 2025 e kështu me radhë. Por në përgjithësi marrën, kemi të bëjmë me libra të cilët nuk folin për jetën e nxënësit, nuk folin për punën e tij, nuk folin për atë për përgatitjen për punë, nuk folin për shqiptarët, nuk ka në Shqipe, nuk ka histori shqiptare dhe nuk i shërbejnë askujt. Janë libra me afat të skaduar, janë programe të cilët nuk i përgjigjen, nuk punojnë, nuk janë të përgatitura të bëme për gjeneratën Z, do të thonë të inteligjencës artificiale, por janë me veçori etnocentrike, një nacionale dhe janë libra që janë të mërzitshëm. Jashari apelon që vëmendja e institucioneve qeveritare të përqendrohet në përmbajtjen dhe cilësinë e teksteve shkollore dhe gjithashtu të reformohet enti pedagogjik republikan. Ministria e Arsimit, enti pedagogjik republikan, që është një strukturë komuniste pa reformuar, duhet me njëherë të demontohet, duhet të bie njerëz nga universitetet që janë më kritik ndaj librave dhe ndaj edhe profesorët universitarë të marrin pjesë në përpilimin e librave, në recensionet e tyre, edhe çdo gjë duhet të bëhet nga fillimi. Përndryshe, studimi i konkludon se reforma e vërtetë arsimore nuk mund të realizohet pa përditësim të rregullt dhe gjithëpërfshirës të programeve mësimore, ku do të marrin pjesë aktive nxënësit dhe arsimtarët, depolitizim të institucioneve përgjegjëse për arsim, përfshirje reale të ekspertëve dhe komuniteteve përkatëse, rol më aktiv dhe kritik të mjeteve të informimit, zbatimi praktik i parimeve kushtetuese të barazisë dhe multikulturalizmi mbetet parakusht për ndërtimin e një sistemi arsimor të drejtë dhe funksional.